çështjen e Unazës së Tiranës, sepse janë ende të pakolauduar si punime, nuk janë dorëzuar. A edhe ne qarkullojmë aty s'kan mbaruar. Pra ne qarkullojmë edhe nuk janë Po ne qarkullojmë edhe në tunel. Çfarë thua? Ne kemi futur një vit, kemi qarkulluar në tunel, edhe pse kishim dëgjuar që kishim dëgjuar ekspertët grek apo italian që nuk ka kushte sigurie. Jo vetëm aty në tunel, po në disa tunele. Unë nuk po i përmendim tani për etik, meqense më kërkoni dhe unë të bëhem me etik, bëhem dot me etik se i till jam. Unë jam i drejt për drejt, dhe unë qytetar po them të vërtetën. Ky kam qenë, ky jam, ky do mbetëm. Le të jemi keq i vetes, po të vërtetën duhet t'ia them qytetarëve. Problemi qëndron që Spaku ka drejt të provohet tek Unaza e Tiranës, ka drejt të provohet tek vjedhja e naftës, bankersi, sepse vazhdon akoma vidhet Shqipëria, dhe në mënyrë të veçantë që ka të bëjë me flagrancën, jemi në procesin e ndërtimit të aeroportit Vlorës, ku është prononcuar publikisht, dhe nuk dija e ka thirrë Spaku, Begjet Pacolli, është në prokurorit Tiranës. Një biznes. E megjithëse ka nisur dhe një hetim në Spak, e drejtë, ka nisur një hetim në Spak, e drejtë. Të lutë, kanë dalë emrat e agallarëve. Në momentin që dalin emrat e agallarëve, fillon Spaku. Po, shiko, ore ta heqim fjalën Spak, drejtësia e re. Themi drejtësia e re sepse të gjithë kanë kompetencë për ta mbrojtur Shqipërinë. Po. Tani, Begjet Pacolli ka deklaruar një shifër shumë të madhe, që flitet për 150 milion euro. Po. E nëse Spaku nuk do të veprojë në flagrancën për të gjetur 150 milion euro që ka deklaruar një biznesmen, do ta thoja i nderuar për Shqipërinë, se këtu në Shqipëri s'ka bërë gjë, po ka qenë një figurë e shtetit Kosovës, se ka qenë presidenti i Republikës Kosovës, deputet, dhe nuk jam këtu për ta mbrojtur, ai ka mund të ketë ato problemet e veta, por fakti që ka deklaruar që më bën pabesi, se më sollën turqit, pa e ditur, e mi futën në pjesë, pavarësisht çam kishim premtuar, Spaku tulet edhe të shikoj vetëm kontraditat e bisedës midis Ramës, Ballukut, Begjet Pacollit dhe veprimeve konkrete në aeroportin e Vlorës. Por ka një problem. Po. Unë kam një informacion që ai 2% që ka hinë lojë. Që 2%? Po. Po një që ka hinë një konkurrent, një ortak me 2%. Po. Nuk është i paqenur, se përfaqëson dikan. Dhe ndaj do të shkonte ai 2% dhe shkonte 49 ose 51% dhe të bëshin dalje përfaqëson. Nuk e di. Një mik të Ramës. Tani unë do të them ose më mirë themi një vëlla të Ramës. Po, unë do të them edhe diçka. Një si vëlla. Për zotin Rama, kjo më duket është edhe një përgjegjësi politike, se me sa mos gaboj unë në 2021 ishte një premtim elektoral që do ndërtojmë aeroportin e Vlorës, mos e gaboj unë. Pra do të thotë që zoti Rama kishte premtim, dhe përderisa e premtoi, do thotë dhe organizoi skemën për të ndërtuar. Tani a është ndërtuar me ndershmëri apo jo, ne se dim. Po kjo është mbetë një skandal. Ta kërkoj një nder. Po. Më kujtove një diçka edhe du për ato qytetarët, bashkëqytetarët e mi, t'u jap një lajm të mirëpritur që Rama i terrorizoi për ndërtimin e hidrocentralit Skavicës. Dhe nga dje ka vdekur. Hidrocentrali Skavicës nuk do të bëhet më, nga dje. Pasi është hequr nga programet afatmesme dhe afatgjate të qeverisë shqiptare, për shumë arsye të cilat do të kemi kohë të ndërgjegjësojmë bashkëqytetarët Dibran, sepse e kam pas çekiq mbi kokë dhe ca shkencëtaruca dhe inxhinieruca, dashamirës dhe servil të qeverisë që argumentonin që bëhet për dy arsye, për të shtuar energjinë elektrike dhe për të parandaluar përmbytjet në Shkodër. Unë ju them sot, nuk do të keni më mundësi të bënin genocid në popullin e Dibrës, të mbytni përjetësisht 35 fshatra me 20.000 banorë në Dibër për të parandaluar përmbytjen e përkohshme të 600 familjeve në Shkodër. Jo, Dibra nuk do të mbytet nga liçeni i Skavicës dhe nga projektet e Ogurzeza të qeveritarëve shqiptar të kuq dhe blu. Pasi atë projekte kam pas ëndër zyrtar të gjitha qeverit për të vjedhur për vete dhe jo për t'i bërë mirë Shqipërisë.
Andrej Prençi. Po vazhdonim zhlima bisedën e një spaku sipas standardeve tuaja ideale. Po, mbaroi flagranca, pastaj duhet kemi parasysh që spaku ka zvarritur shumë dosje, pavarësisht se i kanë të regjistruara. Dosja Balluku nuk është thjesht lajmi i fundit, por është thjesht fakti i përditshëm, i përditësuar gjithmonë në rastin e spakut. Një kallëzim penal i 2021-shit del si rezultat të 2025-s edhe kërkohet të jo thjesht mas sigurimi fillestare, por tregohet qartësi që prokurori kërkon të bëj një show politik duke bërë fillimisht duke marrë panderë zonjën Balluku dhe në fund fare duke kërkuar pezullimin e detyrës së saj dhe pasi nga pezullimi kryeministri i detyruar gjykatës kushtetuese patëm rastin duke parë që bëri kërkesën për heqjen e imunitetit. Pra, këto dy fakte na tregojnë qartësi që spaku nuk ka pjekuri juridike të dur apo nuk ka guximin e dur në momentin e dur. Pra do të thotë që ne nuk mund të presim nga një prokurori e cila është ardhur nga një sistem më parshëm, që janë plepat një, të rivazhdoj frikën, procedurën dhe zvarritjen të pa qëllim, po se më mirë një zvarritje e cila nuk ka justifikim, të na thotë që ne sapo themeluam, ne nuk ishim gati, pra më fal, kjo drejtësi nuk është drejtësi e re në kuptimin që këta i morëm nga bankët të shkollës dhe i futëm në krye detyrës. Këta i morëm nga institucionet të drejtësisë së mëparshme, i hoqëm nga aty, i çuam po të njëjta strukturë që quhet drejtësi, ose të njëjti sistem drejtësi, dhe i tham, çuna, goca, jeni gati të luftoni edhe flagrancën, edhe mos zvarrisni procesin. Dhe jo me justifikimin që kemi dosje, sepse, shiko tani, jemi realist tani. Dosjet ka gjykatët dhe prokuroritë të zakonshme, se kanë shumë subjekte, pra kanë gjithë qytetarët shqiptar. Ata kanë 140 deputet dhe funksionar publik. Tani nuk janë të gjithë funksionar publik. Edhe kriminal. Ku i ke? Po kush jetoj grupet kriminale? Po ku ka më kriminale? Të pafajshëm do t'i kesh në burg, të pafajshëm do t'i kesh në burg ta garantoj unë ty. Të fajshëm do t'a kesh, ngjarja si ndodhi në Rinas, spaku do të kishte shkuar në flagrancë, do të thoshte prokurorit të Durrës apo Tiranës kush e kap, ik zhdu kutisë do ta marr unë sepse unë kam të gjithë infrastrukturën për të parë situatën ashtu siç duhet. Dhe jo ne të presim të ndodhin ngjarje kriminale në Shqipëri, edhe thot spaku, pasi erdhi mos kompetenca nga gjykata nga prokuroria X, unë tani po hetoj. Jo zotri, krimi organizuar luftohet në flagrant, sepse ne jetojmë në atë qytet, jetojmë në këtë vend dhe në çdo moment një band kriminal mund të vrasë një band tjetër, por në sy të qytetarëve të pafajshëm. Jo sa ata që vrasin njëri tjetrin janë të fajshëm, por edhe ata të pafajshëm janë, pse zgjedhin rrugën më të gabuar të larjes së sapesh. Por puna është si ka mundësi të përfshihemi ne, si qytetarë të thjeshtë të këtij vendit, në konflikte midis grupeve kriminale, sepse kryeministri ose minimalisht kemi riskun. Kemi riskun, kryeministri i vendit tha hangshin kokat e tyre. Ore, a derisa e tha kryeministri i tyre të paktën le të hajnë përpara kryeministrisë. Por jo të çdo deri qytetarët shqiptarë ne qarkullojmë në për autostrada dhe kemi frikë të qarkullojmë për sepse situata është e pasigurt për shkak se nuk ka as policia e shtetit nuk është në nivelin e Durrës, është policia e partisë, se kemi thënë vazhdimisht këtë rastin e kryepolicit që çfarë bëri kryepolici? Doli në një konferencë për shtyp dhe normoi një ligj. Çfarë? Parkim makinave 2 fish për bën vepër penale. Ku ndodh këtë në një vend demokratik më? Ku ndodh në një vend që ka një të paktën polici shteti dhe jo polici partie? Kur nuk ndodh kjo gjë? Prandaj them që unë nuk është se pres në gjë shumë të madhe, sepse unë dua në detyrën time si avokat, unë i kujtoj gjithmonë gjykatës në proces niveli i saj ku duhet të jetë kushtetues. Në rast se gjyqtari bën pakt dhe është në pengmarrje, unë s'mbaj përgjegjësi sepse ai ka shkalluar. Edhe prokurori ku është në pengmarrje, se ka ndryshuar mbiemrin ose ka bërë ndonjë gjë, ka bërë ndonjë video seksuale, korrupsioni, unë se mbaj peng atë. Ai ka mbajt vetë peng vetën e tij, jo unë. Edhe i kujtoj edhe prokurorit dhe gjyqtarit që të dy ju do mbaroj dita e punës tuaj. Po do të dilin te kjo shoqëri, nuk të jep ty asnjëri amnisti. Leja atë që thënë do t'ja marrin azilja shtetit. Pra, kjo narrativ që është ndërtuar që prokurorët të posaçëm dhe gjykatësit do të ikin nga Shqipëria sepse do fusin këta në burg edhe ne do shpëtojmë, kjo është një mashtrim sepse
rastet të ndryshme, ajo edhe rasti i Maduros, po e pe. Do kalojnë të shishë tjetër. Tha Trumpi, ore do qeverisë nga partia e tij derisa të gjejmë radhën të futemi ne dhe të mbështesim dikë tonin. Pra do thotë që edhe PS-ja. Shkurtimisht, dosin akshi, si ke parti? Është një tim cilësor ku dalin personazhe të kësaj natyre. Kupton ti që s'pa ka bërë një gjysmë punë aty? Sipas konceptit tuaj, avokat. Rasti i Akshit ishte një rast i cili filloi dhe cenoi interesat e brendshme të Spakut, cenoi sigurinë, cenoi vijat e kuqe, jo sepse ishte momenti për të arrestuar, por sepse në një moment të caktuar edhe vetë njerëzit kur janë të detyruar jo me dëshirën e tyre, po me detyrim të dhunshëm, të bëjnë disa veprime në fund fare shpërthejnë dhe është natyra njerëzore të shpërthesh ndaj një person që të bën ditë për ditë presion, sigurisht që do të marrësh një mas, por më lejon të them një fakt tjetër. Zoti Dumani ishte personi që ishte, do thosha, afër zotit Manja, Ulsi Manja. Një foto qarkullon dhe asnjëri nuk e ka fshehur, një takim privat e tyre. E drejta e tyre të bëjnë takime, po ju e dini shumë mirë që nesër njerëz merren në qafë për arsye takimesh. Interpretojnë takimet, bën thashë them. Pra këtu kuptohet qartësi që zoti Dumani ka marrë politikisht një garanci që Partia Socialiste fiton mandatin e 4 ashtu siç ndodh në realitet që Partia Socialiste me gjithë këto arrestime, procedime, statistika, dështime, zoti Prençi përmend të gjitha dhe sikur të ishte pra përfaqësues partie dhe vet Partia Demokratike që partia e dytë nuk i thotë këto dështime që tha zoti Prençi. Pra, duke marrë të gjitha këto si referencë, zoti Rama nuk mund të marrë 83 mandate duke pasur task force-ën e zotit Dumani aty në krye detyrë si do t'i kapë të gjithë në flagrancë. Pati unë të arrestuar nga Partia Socialiste? Jo, nga opozita. Dhe madje u morën me një parti të Enkelejta Liberit në Fier. Pra, e kupton tani çfarë të Spaku? Ik nga kjo. Zoti Dumani në momentin e fundit, për shkak të inatit se e tradhtoi edhe Ulsiu, për garancinë që do të merrte mandatin e dytë dhe do të ishte ai edhe do të ikte si kryetari i Spakut me kokën lart, dhe do të bënin ata një pazë, do të bënin një taktik të bukur, të bënë ndryshime të ligji organik, s'ka rënë si kushtetuta, se këta për kushtetutën për një ditë e bëjnë, dhe zoti Dumani të ishte dhe të emëronte përsëri kryetari i Spakut me ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Kjo gjë nuk ka arrit, sepse patët shumë mirë rastin e komisionit Xhafa që u ndërpre dhe pastaj rifilloi. Kur Dumani pas ka shërbyer kaq shumë mirë Ulsi Manjës dhe qeverisë, pse nuk ja dhan këta shdima? Një sekond. Meqense po thoni kështu. Një sekond. Dhe pastaj zoti Dumani tha, tani kemi këtu të bëjmë me një dosje shumë të fortë, që është Akshi. Dhe para se zoti Dumani të firmoste aty, ke në një firmë ke zotin Xholi, kandidatin për të marrë drejtimin e Spakut dhe firmos në emër dhe për llogaritë të zotit Dumani, për shkak se zoti Dumani ishte mos gaboj në Bruksel duke raportuar atje. Dhe kjo gjë pse ndodhi, sepse pabesia, prandaj ju thash, janë këto pakte të cilët ti bën pakt dhe në fund fare quhesh i tradhtuar. Kush e tradhtoi Dumani? Partia Socialiste, zoti Rama dhe zoti Manja. Shumë që përmendë Xholin. Po zoti Xholi ishte personi që u detyrua të firmosë në fund fare dhe në fund fare për shkak se firmosi antarët e Partisë Socialiste që janë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë nuk votuan atë, po votuan zotin Brau, sepse ne kemi thënë shumë mirë këtu që zoti Brau do emëronte sipas fotografive që kanë nxjerr ambasada amerikane. Dhe ne kishim paraprik këtu që zoti Brau do emëronte sepse në çdo foto dilte Dumani, dilte aty Brau. Dilte Dumani, dilte Brau. Pra, në çdo vend dilte Dumani kishte edhe nga një Brau nga mbrapa. Pra do të thotë që e gjithë kjo situatë që është ndërtuar e bukur që do duket në publik që amerikanët, ndërkombëtarët, afrikanët bëjnë namin, e kupton? Por ju duhet keni parasysh diçka. Kur merrni një kredi, kontratat tek kredis janë ato që ne themi ose kur bën një kontratë ti janë disa shkronja janë të rregullta, i shikon. Kanë disa kontrata që janë disa referime dhe ato janë në gërma shumë të vogla. Pra nuk i shikon dot, duhet patjetër të shikosh me kujdes. Dhe aty unë them gjithmonë fshihet djalli në detaje. Dhe ajo është detaje, pra detajet të cilat kemi parë rast pas rastet, të rastet edhe të zotit Dumani dhe zotit Brau, do të shikosh që aty fshihet një detaj fort dhe atë detaj nuk e dim ne dhe nuk del
në haprat e para fillestare. Ajo do dalë pak më vonë. Ajo do dalë në një moment të caktuar. Prandaj ju them që duhet mbajmë pak frenat, sepse duhet parë gjithmonë se si zoti Rama do të reagojë në ngjarje të cilës është përfshirë ai. Spaku në fund fare mund të bëjë vetëm këtë, zvarritje në një dosje, jo asgjësimin, sepse asgjësimi bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, në rast se Sali Berisha dhe Edi Rama bën pak. Që nuk e kanë të vështirë. Mirë, të lutem regjia sile se duhet kaloj tek çështja e fundit, që do lidhet sërish me çështjen e Spakut, le të themi edhe qeverinë, por qeveria është mbledhje për mbytyjet në Itali dhe në Kroaci. Okej. Jo për këto të Vlorës e të Durrësit, kishte thënë kryeministri se çaj kokën fare. Kokën të hajnë ata që kanë rënë kënet. Shku ata vërtet? Kanë ardhur vetë. Okej. Si kam sjellë. Siglën tutë. Mirë, çështja e tretë që ne ndalemi për diskutuar lidhet pikërisht me atë që ndodhi në Venezuelë. Arrestimi i presidentit të këtij vendi, Nicolas Maduro, nga forcat speciale amerikane Delta Force dhe përballja e tij tashmë në drejtsinë amerikane, si një person i cili ka qenë i përfshirë në lidhje direkte me krimin organizuar, kartele, le të themi dhësans të këtij shteti, dhe që sipas president amerikan dhe ligjeve tashmë në fuqi atje, ky personazh ka sjellë dëme të mëdha Amerikës për shkak të përfshirjes në trafikun e drogës, por edhe të armëve. Por çfarë ka ndodhur? Duhet kujtojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri vazhdimisht kanë ngritur, le të themi, shqetësimin për të luftuar grupet kriminale të organizuara të lidhura me trafikun ndërkombëtar të drogës, dhe siç e kemi parë nga SkyCC, ato janë të shumta, me lidhje të cilat shkojnë dhe në Venezuelë, ku dhe nga Maduro dikur pati përmendje të shqiptarëve në kartelet atje, e po ashtu dhe në shumë shtete të tjera ku prodhohet tashmë kokaina. Por diskutimi që unë shtroj sonte në këtë emision është se çfarë modeli të ngjashëm apo ndoshta edhe të ndryshëm mund të ndjekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë atë që kërkojnë, goditjen e krimit organizuar, që në këtë rast ka përfshirje të shqiptarëve. Prençi, ta nisim së bashku? Ta nisim, s'ka problem. Atëherë, si mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara dhe në Shqipëri për të goditur krimin organizuar? A mund të ketë goditje të figurave të rëndësishme politike, modelet e ngjashme? Se nuk besoj që do na marrin dikë me helikopter. Spari, unë kam një eksperiencë punë në institucione shtetërore dhe nuk mund të artikuloj që ajo që ndodh në Venezuelë do të ndodhi edhe në Shqipëri. Nuk e presim. Nuk e presim në atë lloj formati. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për hir të vërtetës, e kanë merituar prej shumë vitesh atë titullin gjandari i botës. E kanë merituar për shkak të vitalitetit, forcës, informacionit, gjithçka. Ata nuk veprojnë pa padur një informacion të hollësishëm. Fakti që ato kishin bërë stërvitje prej 8 muajsh, stërvitje të simuluara me 3 vila të ngjashme të ndodhura në vende të ndryshme, dhe kishin aktivizuar në stërvitje simuluese të njëjtat forca dhe struktura që do përdorin në operacionin për marrjen peng të Maduros, ku do të aktivizoheshin mbi 150 helikopter, mbi 22 avion, mbi 14 qendra komandimi mobile aerore, me të gjitha të dhënat në kohë reale, dhe trupat më speciale Delta, dhe shërbimet kishin vepruar prej shumë kohësh në atë rajon, e plus që kishin depërtuar që të merren informacione nga shtrati i Maduros. Kur them shtrati, nga shërbetorët që shërbenin në shtëpi. Dhe ky operacion ka qenë i frikshëm. Pra për gjithë opinionin botëror. Nuk mundet këtë lloj operacioni ta bëjë asnjë shtet në botë që ka bërë Amerika. Leri të tregojmë pralla sa të duam ne. Të fusish në por si e ka bërë? E ka bërë se Amerika e din që Venezuela nuk ka ushtri. Nuk ka ushtri formale. Ka paramilitar që i shërben regjimit. Të tillë ka ngrit Chavez, të tillë ka lënë Maduro, dhe i kanë përdorur paramilitarët jo për të mbrojtur
Venezuelën. Jo për të ngritur një strategji të mbrojtjes kombëtare të Venezuelës, po për të shërbyer regjimit për interesat të prodhimit dhe të eksportit të kokainës drejt Amerikës kryesisht. E nëse Amerika ka informacione dhe ka provat pa kontestueshme